Tani çështja që dua të kuptoj vërtet është cili është ai zell që do ta dërgoj vendin sërish në zgjedhje e në to të futet me LDK në proces të brendshëm zgjedhor. Cili është ai zell që me mburrje mban përjashtimin e rrëzimin si vlerë. A ju duket si jemi shumë për të larguar e për të shkarkuar? A është kjo trashëgimia politike e Ibrahim Rrugovës dhe pasardhësve politik të tij? Si LDK në këtë kohë kemi pasur detyrim të jemi të përqendruar në stabilitetin institucional, në mbrojtjen e interesit shtetëror dhe të ndërtimit të alternativës sonë politike para popullit tonë. Vetëm këto dhe askund tjetër do tuaj të ishte fokusi ynë si lidhje demokratike Kosovës. Këtë fokus fatkeqësisht nuk e patëm, bëm veten sërish tim, sikur mos pajtoheshim me verdiktin e 30 janarit, që ishte verdikt me gjatë demokratik, sikur inatet e brendshme, karrierat individuale të jenë shumë më të rëndësishme se sa fati i përbashkët një antarësie të tërë. LDK nuk i ka pasur, nuk i ka borxh askujt një faturë të tillë. Më duhet të them me keqardhje shumë se angazhimi i disave javëve të fundit, organizativ e publik për betejën brenda LDK-s, ka të kaluar çdo angazhim elektoral që kemi pasur në këtë kohë. Shpesh pyes veten ku do të ishim si parti, sikur të angazhoheshim kaq shumë në zgjedhje nacionale. Sikur të gjitha këto kapacitete për mbledhje në shkrimesh, luftë mediatike, ndërtimesh, narracionesh fiktive, sikur e gjithë kjo energji do të drejtohej në fushat elektorale për LDK-n. T'jeni sigurt se as ky kuvend e as ai parati nuk do të kishin ekzistuar asnjëherë për LDK-n. Do të doja që një energji të tillë pozitive natyrisht, jo kundër njëri tjetrit, ta kisha parë edhe në fushat. Por që në fushat refuzohet dhe pjesëmarrja në këshillin e përgjithshëm të partisë, të njëjtin që kemi ndërtuar vetë, të njëjtin që kemi respektuar vetë, të njëjtin që kemi votuar vetë. Dhe kur në fushat refuzohet pjesëmarrja edhe në kolegjiumin e degëve, të njëjtin që kemi ndërtuar vetë, të njëjtin që kemi respektuar vetë, të njëjtin që kemi votuar vetë. Kur në fushat refuzohet pjesëmarrja në betejën e partisë e pas saj kërkohet përgjegjësi, unë refuzoj këtë logjikë. Ndjej vetëm keqardhje. Dhe në këtë keqardhje më duhet të ruaj dhe dinjitetin tim. Nuk mund të jap përgjegjësi dikujt që refuzon pjesëmarrjen në organet e vetë partisë, që refuzon betejën më të rëndësishme që mund ta kemi, zgjedhjet nacionale, teksa fërkon duart për një rezultat të keq, për të një sërish edhe një herë për catën herë refrenin e njëjtë. Përgjegjësi jap vetëm atij aktivisti, atij veprimtari, atij delegati që ishte në terren secilën ditë. Atij që trokiti në dyrë, bindi qytetar, mbrojti LDK-n çdo debat, në çdo studio, mbajti barrën e fushatës bisupe dhe nuk u dorëzua kurrë edhe atëherë kur rezultati i rënoi gjithë mundin për një herë. Atyre dhe vetëm atyre ua kemi borxh LDK-n, lakmitarëve të karrigave e pozitave vetëm për balljen vlerore deri në fund. Po ashtu, duhet të them se jam thellësisht i zhgënjur dhe njëkohësisht i shqetësuar me gjuhën publike të zhvilluar nga disa gjatë javëve të fundit. Edhe betejë demokratike ka një standard, një bazë, një vlerë. I thon kulturë institucionale, diçka me të cilën jemi mburrur gjithnjë. Gjuha e urrëties, nxitja e shpifja publike kundër partisë sonë, kundër njerëzve tanë, nga vetë njerëzit e LDK-s, as nuk ka qenë kulturë jona politike e as shkollë e mendësisë rrugoviane. Në mendësinë rrugoviane nuk shpifet. Në mendësinë rrugoviane nuk akuzohet, pa as një provë të vetme, se kryetari i partisë po ndan pozita ministrore për 355 delegatët e kuvendit të tij. Pyetëm sinqerisht se sa i thellë duhet të jetë mbledhja individuale për shpërftyruar dhe në këtë mas një raport njerëzor me dikë me cilën ke ndarë vite, betejë e sfida. Sa larg duhet të ketë shkuar hidhrimi e sa i madh duhet të jetë dëshpërimi që për një qëllim krejtësisht personal të jesh i gatshëm të shpifësh pa asnjë kufi, pa asnjë fakt e asnjë ndjenjë përgjegjësie. Dhe me qenë se jemi këtu, siç dhe më njeni, me lejoni të betohem në Zot, në dhe, në familje,
3 gjëra që i konsideroj më të shenjta, se asnjë nga këto fantazi nuk kam pasur vend në shtëpinë tonë politike. Për këtë dëshkëmitar ju kam juve, 355 delegatët tonë, jo 355 ministra qeveritarë. Jam po ashtu i zhgënjur me mekanizmin kërcënues të shpërfaqur në këtë proces therrës. Në mendsinë rrugovjane nuk kërcënohet antari për një shkrim apo një vot. Në mendsinë rrugovjane shantazhi për vende pune, kërcënimet kriminale për largim nga puna të antarëve të familjes për një nënshkrim janë ana më e kalbur e organizimit tonë, anë që duhet të amputohet urgjentisht. Kjo nuk është LDK jonë. Për këtë LDK nuk janë dhënë 37 vite mund, djerës e jetë nga antarësia jonë. E kemi për detyrë që ta mbrojmë këtë shtëpi nga secili rrezik i brendshëm që na vije në këtë mënyrë. Të dashur delegat, gjitha këto zhvillime kanë lënduar LDK-n. Këto betejë as nuk i kam nisur, as nuk i kam nxitur. Përgjegjësia për to do të mirën nga ata që kanë menduar se në këtë formë rritet LDK-ja. Unë me gjithë dijen, sinqeritetin dhe përvojën që kam, nuk e kam parë kur këtë si rrugën e duhur. Kam besuar gjithmonë se LDK forcohet duke garuar me tjetër, jo duke konsumuar me vetveten. Por tani që kjo betejë na është vënë përballë si sprovë, duhet ta bëjmë, i thonë demokraci, në maksimumin e saj. Në këtë demokraci ju ftoj të votoni pa hezitim rendin e ditës. Tani që është thirrur ky kuvend, nuk dua që kjo çështje kaq e rëndësishme të lëndohet proceduralisht. Verdiktin përfundimtar e jepni në kuti të votimit lirshëm. Në kuti jeni vetëm ju dhe Zoti. Përballë vetës keni fatin e shtëpisë më të madhe të demokracisë, të lidhjes demokratike të Kosovës. Ju ftoj pashtu, ju ftoj dhe ju lus, përkundër vëmendjes së madhe, përkundër zgjuhës së përdorur javë të fundit, truani qetësinë. Fundja jemi delegat të shtëpisë së njëjtë politike. Dhe sado e thellë të jetë ndjenja, na duhet të ruajmë maturinë dhe përgjegjësinë. Këto dallime që janë, sado substanciale, janë të përkohshme. Një ditë larg politikës e jashta politikës, do t'i kujtojmë këto momente me një distancë që na jep qetësinë. Ruani bashkë delegatët tuaj, respektojeni mendimin ndryshëm. Mos lejoni që emocionet e një dite ta dëmtojnë respektin e ndërtuar që kemi për njëri tjetrin ndër vite. Silluni me dinitet që nga ky kuvend të japim një mësim të madh demokracie për Republikën e Kosovës. Po, në LDK demokracia është e plot, ndonjëherë edhe e vështirë, ndonjëherë me shumë kosto, por pikërisht kjo është ajo që na ka dalluar gjithmonë. Demokracia nuk është dobësia jonë, përkundrazi, demokracia është forca jonë. Dhe sot kemi mundësinë t'ja dëshmojmë edhe vetës, edhe Kosovës. Personalisht, si kryetar i 4 i juaj, e pres këtë proces me lehtësinë më të madhe të mundshme. Mbase dhe më keni mësuar kështu. Mbase s'mund të rri pa kuvende as unë. Ky është kuvendi i 4 për mua në vetëm 5 vite mandat, i treti kuvend në pak më shumë se gjysmë mandati. Natyrisht se do të kisha preferuar më shumë qetësi e më shumë mbështetje edhe nga ata që nuk mendojnë si unë. Të mbash 3 kuvende në pak më shumë se gjysmë mandati është vetë konsumim i paprovuar nga askush para meje. Edhe kur nuk kanë fituar zgjedhjen, edhe kur nuk kanë arritur as për sa afër me qëllime me bazë shumë më të fuqishme që kanë pasur si trashëgimi. Megjithatë, është një precedent i rrezikshëm për të ardhmen për secilin që do të thësh me këtë shtëpi. Por ja që jo të gjitha gjërat varen nga ne, por në çdo sfidë unë dhe ju duhet të shohim me gjatë mundësi. Ky kuvend i nisur një anshëm mund shndrohet lehtësisht në kuvendin më vendimtar që ka pasur lidhja demokratike e Kosovës tash e sa vite. Atë të ngritjes së antarësisë sonë zëshëm dhe qartë, të refuzimit të njanshmërisë darse, të refuzimit të shkarkimit e përjashtimit si vlerë
e të definimit të një gjëje bazike për LDK-n, qartësisë. Qartësisë për rrugën e LDK-s dhe rrugën e Kosovës. Sot, në këtë kuvend, duhet të definojmë se çfarë partije duhet e duam të jemi. Një parti e reformës, apo një parti e status quo-s. Një parti që ecën përpara, apo që kthehet e dëshiron të kthehet pas. Një parti që i fiton betejat me ide e me punë, apo një parti që konsumohet me beteja të brendshme e të pafundme publike. Në këtë definim duhet të jemi të qartë për gjëra fundamentale. Të qartë se gjërat zhvillohen në zgjedhje të rregullta në LDK, jo në përplasje të jashtëzakonshme të njëanshme e shkarkuese. Të qartë se pakënaqësia është e drejtë, por rruga për të shprehur atë është demokracia e rregullt, jo përçarja e vazhdueshme publike mediatike. Të qartë se askush, asnjëri nga ne, nuk ka të drejtë të mbajë peng partinë, as shtetin, sa herë që nuk pajtohet me verdiktin e shumicës. Të prishësh është lehtë, të ndërtosh është vështirë. Të qartë se LDK është më e madhe se secili prej nesh dhe se asnjë ambicie personale, asnjë apetit për asnjë karrige nuk mund të jetë mbi stabilitetin, unitetin dhe të ardhmen e lidhjes demokratike të Kosovës. Dhe nëse sot e definojmë këtë qartësi, nuk do ta kemi mbrojtur vetëm një mandat, do ta kemi mbrojtur kulturën politike të lidhjes demokratike të Kosovës për vitet që vijnë. Unë sot e vendosi fatin tim në duart tuaja, edhe një herë, për catën herë, ju lutem, vendoseni fatin e LDK-s dhe të Kosovës mbi fatin tim. Kjo ka rëndësi. Nëse këtë e bëni, çfarë do vendimi që merrni, unë do ta pranoj me krenari, me përullësi dhe me besim se kjo shtëpi ka zgjedhur rrugën e drejtë. Nga verdikti antarësisë ime nuk kam pasur frikë asnjëherë. Shpresoj dhe dua të besoj se edhe të tjerët do ta bëjnë të njëjtën gjë. Për fund, siç edhe kam thënë në kuvendin e fundit, shumë sy kanë qenë të drejtuar nga kjo karrike këtu prapa meje, i kuptoj, i respektoj, kjo shtëpi, LDK-ja, ka nevojë për ambicien e secilit. Shpesh kanë përshtypjen, fatkeqësisht, se ajo është lakmuar më shumë se sa që është kuptuar. Sepse forca vërtet e LDK-s nuk qëndron në një karrike të vetme, ajo qëndron këtu përballë meje, në këtë sallë, në vullnetin tuaj, në atë çka ju përfaqësoni, ju dhe gjithë antarësia e LDK-s. Këtu përcaktohet fati se secilit prej nesh dhe këtu matet fuqia jonë e vërtet. Prandaj, nga ky moment, i kaloj punimet tek kryesia e punës së këtij kuvendi dhe tek sekretari i përgjithshëm i lidhjes demokratike të Kosovës, Ilir Ferati. Këto punime duhet të jenë të pavarura nga çfarëdo ndikimi individual i imi. Dhe sikurse në mars të vitit 2021, kur ju më dhatë privilegjin më të madh vjesor t'ju pri, sikurse në nëntor të vitit 2023, sikurse në janar të vitit 2026, dhe sot, 30 korrik, do të ulem si njëri nga 355 delegatët e këtij kuvendi, e kësaj shtëpie të madhe demokracisë që desha gjithmonë pa kusht. Nga ky moment, vendimarrës jeni ju. Zoti e bekoft lidhjen demokratike të Kosovës, Zoti e bekoft popullin e Kosovës, Zoti e bekoft Republikën tonë. Ju falenderoj.